Irani pas Khameneit. Çfarë ndodh tani? Kush mund ta zëvendësojë dhe ndikon kjo në sigurinë e Shqipërisë? Vdekja e liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei, e konfirmuar nga media shtetërore iraniane, pas një sulmi të përbashkët ushtarak të STHB dhe Izraelit në fund të shkurtit 2026, ka hapur një periudhë të re pa sigurie politike dhe gjeopolitike në lindjen e mesme. Për më shumë se 3 dekada, Khamenei ishte figura më e fuqishme e Republikës Islamike dhe kontrollonte institucionet kryesore të shtetit, nga politika e jashtme deri tek forcat e sigurisë. Vdekja e tij nuk është vetëm një ndryshim personaliteti në pushtet, por një moment që mund të riformsojë balancat e brendshme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Iranit. Ky zhvillim ngre 3 pyetje thelbësore. Çfarë ndodh tani në Iran? Kush mund ta zëvendësojë Khamenein dhe nëse kjo situatë krijon rrezik për vende të tjera, përfshirë Shqipërinë? Çfarë ndodh tani në Iran pas vdekjes së liderit suprem? Sipas Kushtetutës së Republikës Islamike, në rast të vdekjes së liderit suprem, pushteti kalon përkohësisht tek një këshill drejtues i përkohshëm deri në zgjedhjen e pasuesit të ri. Ky organ përbëhet nga figura kyçe të shtetit, ndër të cilat presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian, kryetari i drejtësisë Ghulam Hossein Mohseniej, një përfaqësues i institucioneve fetare dhe të Këshillit të Gardianëve, si PSH, Alireza Arafi. Ky këshill ushtron kompetencat e liderit suprem derisa Asambleja e Ekspertëve, organi fetar që ka autoritetin përfundimtar, të zgjedhë liderin e ri. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se procesi mund të jetë i tensionuar, sepse në Iran ekziston një rivalitet i fortë mes elitave fetare, establishmentit politik dhe forcave të fuqishme ushtarake si Garda Revolucionare. 2. Kush mund ta zëvendësojë Khamenein? Në skenën politike iraniane, përmenden disa kandidatë potencial për postin e liderit suprem. Ndër emrat më të diskutuar janë Mojtaba Khamenei, djali i liderit të ndjer, një figurë me ndikim në strukturat e Gardës Revolucionare dhe në çarshet konservatore. Alireza Arafi, klerik i njohur dhe pjesë e strukturave fetare që aktualisht ndodhet në Këshillin Drejtues të Përkohshëm. Ghulam Hossein Mohseniej, një nga figurat më të forta të sistemit gjyqësor dhe i lidhur ngushtë me establishmentin e regjimit. Zgjedhja e liderit të ri do të përcaktojë drejtimin e Iranit për dekadat e ardhshme. Nëse regjimi do të bëhet më radikal dhe konfrontues, apo nëse do të ketë tentativa për reformim gradual të sistemit. 3. Arritet rreziku për Shqipërinë për shkak të kampit e Kënëmanz. Shqipëria është një nga vendet që strehon disa mira antar të opozitës iraniane, organizatës Peoples Mojahedin Organization of Iran, në kampin Camp Ashraf 3. Kjo organizatë konsiderohet nga autoritetet iraniane si një armike e regjimit. Për këtë arsye, tensionet midis Iranit dhe Shqipërisë janë rritur në vitet e fundit, përfshirë edhe sulme kibernetike ndaj institucioneve shqiptare. Analizat të fundit të inteligjencës paralajmërojnë se pas vdekjes së Khameneit mund të ketë rritje të aktiviteteve kibernetike dhe sulmeve të mundshme ndaj interesave të STHB dhe aleatëve të tyre. Megjithatë, ekspertët e sigurisë theksojnë disa elemente të rëndësishme. Shqipëria është anëtare e NATO. Një sulm ushtarak i drejtpërdrejt ndaj saj do të konsiderohej një përshkallëzim ekstrem. Rreziqet më realiste mbeten në luftën kibernetike dhe operacionet e inteligjencës. Pra, rreziku ekziston, por ai nuk është domosdoshmërisht një rrezik ushtarak klasik. Përfundim. Vdekja e Ali Khameneit ka hapur një kapitull të ri në historinë e Iranit dhe mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në politikën e lindjes së mesme. Në planin e brendshëm, Irani përballet me një proces të ndërlikuar të tranzicionit të pushtetit. Në planin ndërkombëtar, tensionet me SBA-n dhe Izraelin rrezikojnë të thellohen më tej. Për Shqipërinë, prania e opozitës iraniane në Manz e vendos vendin në një pozicion të veçantë në këtë konflikt global. Megjithatë, rreziku më i madh nuk është një konflikt i drejtpërdrejt ushtarak, por presioni në fushën e sigurisë kibernetike dhe të inteligjencës. Në një botë gjithnjë më të tensionuar gjeopolitikisht, zhvillimet në Iran mund të kenë pasoja shumë më të gjera sesa kufijtë e vetë vendit.